Tenderet vijojnë të jenë gangrena e administratës publike, si në raportet e SBA ashtu edhe të Bashkimit Evropian. Theksohet se prokurimi publik është një rrezik i madh korrupsioni. Të gjithë dimë se si qepen letrat e tendereve, por këtë e tregojnë edhe shifrat. Gjatë vitit që lan pas, janë kontestuar mbi 1000 procedura tenderimi. Të dhënat janë bërë publike nga Komisioni i Prokurimit Publik në raportin vjetor të punës për vitin 2024. Sipas raportit, gjatë periudhës 1 janar 2024, 31 dhjetor 2024 janë regjistruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik 1151 ankesa në total, prej të cilave 1144, 99.4% janë ankesa që janë paraqitur për procedurat e prokurimit publik dhe 5 janë ankesa për procedurat e ankandit publik, ndërsa një ankesë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe një ankesë për leje minerare. Numri total i ankesave për procedura unike të ankimuara gjatë vitit 2024 është 825, pa përfshirë 13 ankesa, të cilat janë për blerje të vogla. Nga 1151 ankesa të paraqitura në total, 437 prej tyre ose 38% janë ankesa të paraqitura për dokumentet e tenderit dhe 714 ankesa ose 62% janë ankesa të paraqitura për fazën e vlerësimit të ofertave. Në vitin 2024 Komisioni i Prokurimit Publik ka shqyrtuar 1135 ankesa, nga të cilat për 327 ankesa i ka kërkuar autoritetit kontraktor të bëjë modifikimet e specifikuara në vendim. Gjatë vitit 2024, pas te kalimit të afatit ligjor, KPP ju ka dërguar 99 kërkesa drejtuar autoriteteve kontraktore për zbatim vendimi, në krahasim me 78 kërkesat në vitin 2023. Shpejtësia mesatare e zbatimit të vendimit nga autoriteti kontraktor është 6.1 ditë nga data e dërgimit të kërkesës për zbatim vendimi. Komisioni i Prokurimit Publik ka analizuar dhe vlerësuar ankesat e pranuara gjatë vitit 2024 në përputhje me llojet e tipit të kontratës. Nga të dhënat e prezantuara, shihet se numri më i lartë i ankesave ka të bëjë me kategorinë e mallrave, ku u regjistruan 728 ose 63.2%. Ankesat vijojnë me kategorinë e shërbimit, me një numër prej 310 ose 27% e ankesave, për punë publike 112 ose 9.7%, ankesa për leje minerare 1 ose 0.1%, thekson raporti. Gjatë vitit 2024, muaj qershor ka numrin më të lartë të ankesave, me 124 ankesa secili, dhe ai me numrin më të ulët të ankesave është muaji janar, me 53 ankesa. Mëtej thuhet se nga 7168 procedura unike të publikuara në sistemin e prokurimeve elektronike, SPE, gjatë vitit 2024, për prokurime publike me vlerë totale prej 329 miliardë 947 milione 555.156.52 lek, janë paraqitur 1151 ankesa për 825 procedura unike të ankimuara, me vlerë totale prej 32 miliardë 786 milione 519.587 lek pa TVSH, për 231 autoritete kontraktor nga 341 operator ekonomik. Nga 231 autoritete ente kontraktore, 128 janë autoritete kontraktor të qeverisjes vendore dhe 31 janë autoritete kontraktor të qeverisjes qendrore. 2 prej tyre janë ente publike, 39 prej tyre janë SHA dhe 31 institucione të pavarura.